Drejtuesi politik i Partisë Socialiste Bledi Çuçi zhvilloi një takim me socialist kontributor ndërvite në rajonin 4 të Vlorës. Bashkë me të, ishte edhe kandidatja për deputete Evisa Lushi. Në fjalën e tij Çuçi vlerësoi angazhimin e tyre për vite me radhë dhe kërkoi të vijojnë të mbështetësin me votë Partinë Socialiste edhe në sfidën e 11 majit. Ne jemi Partia Socialiste dhe jemi një familje e madhe dhe gjëja që na bën vërtet krenar për statusin e të qenurit pjesë e familjes socialiste është që ne kemi ditur jo vetëm ta mbajmë këtë familje të shëndosh, jo vetëm ta paraqisim tek njerëzit si një forcë politike që ndoshta, dhe unë jam i bindur për këtë, është e vetmja që mund ta bëjë Shqipërinë pjesë të Europës edhe mund të bëj një shtet modern shqiptar, por jemi dhe një familje që bashkëtojmë me brezat dhe rritemi së bashku. Dhe ne vazhdimisht jemi rritur, sigurisht e para kontributit të paraarzëve tanë që jemi aktiv sot, pra një pjesë e mire juaja këtu, punëve të mira që kemi bërë në gjithë periudhën që shqiptarët na kanë besuar qeverisje dhe një koshiencë që jo të gjitha partitë e kanë në raport me Shqipërinë. Teksa vlerësoi deputetin aktual të Vlorës Ilir Metaj për përfaqësimin në kuvend dhe kandidaten Evisa Lushi. Sot është edhe Iliri që ka shërbyer me shumë dinjitet dhe unë e falenderoj dhe dua të jap një dorë të gjithë. Me shumë dinjitet ju ka përfaqësuar në kuvendin e Shqipërisë për 4 vitet e kaluara në mandatin e kaluar dhe vjen tamam si pjesë e familjes bashkë me Evisin e cila hedh kandidaturën dhe do kërkoj votën tuaj dhe votën e gjithë Vlorës për të vazhduar këtë stafet të socialistëve në përfaqësim në kuvendin e Shqipërisë. Çuçi theksoi ndër të tjera rëndësinë e këtyre zgjedhjeve. Zgjedhjet në fakt janë të rëndësishme jo vetëm për Vlorën, por janë të rëndësishme për të ardhmen tonë, janë të rëndësishme për Shqipërinë. Ne sigurisht që në fushat do t'i themi njerëzve dhe i kemi gati të gjitha tezat me të cilat do flasim në gjuhën, me të cilën do flasim në fushat, sepse kemi bërë shumë, qoftë për Vlorën, qoftë për Shqipërinë në këto vite qeverisë. Dhe madje Vlora është shembulli i transformimit gjigant të një vendi nga një vend i harruar në një perlë të mesdheut. Bledi Çuçi, drejtuesi politik i Partisë Socialiste, fjalën e tij e mbylli me një thirrje për të votuar numrin 5, Partinë Socialiste. Kjo sipas Çuçit duhet të jetë zgjedhja e parë e çdo qytetari.